Begjet Pacolli ka njoftuar tërheqjen e tij nga projekti i aeroportit të Vlorës pas përplasjeve me kompaninë Dya Group. Përmes një reagimi publik, Pacolli deklaroi se aeroporti është ndërtuar ekskluzivisht me mjetet e tij financiare, duke theksuar se investimi dhe garancitë e angazhuara kapin vlerën e mbi 310 milionë eurove. Ai bëri me dije se vetëm kompania Mabco ka dhënë mbi 35 milionë euro përmes garancive për punë kërkuesin Valon Ademi. Në reagimin e tij, Pacolli u shpreh se nuk dëshiron të përballet me shtetin, duke shtuar se mënyra se si po përdoret fuqia shtetërore është sipas tij jo ligjore dhe e papranueshme për një vend që pretendon të jetë shtet ligjor. Aeroportin le ta marrin. Unë nuk dua të luftoj me shtetin. Shteti e ka fuqinë e vet dhe mund ta përdorë si të doj, shkroi ai, duke shtuar se koha do të tregojë se çfarë ka ndodhur realisht në këtë proces. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.